Në 2 muajt e parë të këtij viti janë goditur 5 raste të prerjes së paligjshme të pyjeve dhe gjuetisë së paligjshme. Drejtori i Policisë Pyjore, Mark Ndou, thotë se për të evidentuar çdo rast të thyrjes së moratoriumit, vijojnë kontrolle intensive dhe se në 2 pika kryesore janë ngritur postobllogje gjatë 24 orëve. Gjatë në 2 muajt, në harkun e 20 ditëve të fundit, janë mbajtur 5 procedura verbale, të cilat janë 3 gjoti dhe 2 për transport paligjshëm të materialit drejtësor. Ne vazhdojmë operimin në terren. Sot për sot kena të ngrirë në konflikt malësisë madhe edhe tek ura mesit në Shkodër, postablok, ku këto postablokë shërben gjatë 24 orëve për kontroll të paligjshëm të transportit material drejtësor dhe të prodhimit pujor. Sipas së drejtorit Ndou, vendosja e moratoriumit të pyjeve prej një viti ka dhënë rezultate të dukshme. Ka dhënë shumë efekt, nuk bat fjalë, por efektet e të jepra janë ndërprerje deri në masën mbi 90% prerje material drejtësor në pyje në rrugë të paligjshme. Dhe transporti material drejtësor i paligjshëm nuk. Pra ka dhënë efektet e veta. Si në gjyti, ashtu në pyje. Moratoriumi i pyjeve ndalon prerjen e pemëve për një periudhë 10 vjeçare, ku synimi është ripërtëritje e zonave malore pas prerjeve masive që kanë ndodhur gjatë 25 viteve të fundit.